Dhoma e pahapur e perandorit të parë të Kinës. Në vitin 1974, disa fermerë pranë qytetit Xi'an po hapnin një pus. Ajo që zbuluan nuk ishte ujë, por fytyra balte që i shikonin nga nën toka. Ishte ushtria prej terrakote, mijëra figura ushtarësh, kuajsh dhe karrocash të ndërtuara për të ruajtur në përjetësi varrin e Qin Shi Huang. Ai ishte njeriu që bashkoi Kinën, standardizoi shkrimin, monedhën dhe filloi ndërtimin e murit të madh. Një sundues obsesiv me pavdeksin, ai kërkoi eliksire jete. Ironikisht, disa historian besojnë se vdiq nga helmimi me merkur, substancë që ai mendonte se i jepte jetë të përjetshme. Varri i tij ndodhet në kompleksin gjigant të njohur si Mausoleum of Qin Shi Huang, por ja pjesa që trondit. Dhoma qendrore nuk është hapur kurrë. Shkrimet e historianit antik, Sima Qian, përshkruajnë lumenj merkuri që rrjedhin brenda varrit, duke imituar hartën e perandorisë. Testimet moderne kanë zbuluar nivele jashtëzakonisht të larta merkuri në tokën përreth. Shkencëtarët thonë se teknologjia aktuale nuk garanton ruajtjen e objekteve brenda nëse varri hapet. Çdo ndërhyrje mund të shkatërrojë ngjyrat, tekstilet, dokumentet. Pra, porta qëndron e mbyllur. Ndoshta për të mbrojtur historinë, ndoshta për të mbrojtur ne nga ajo që ndodhet brenda.